ndërsa të rifillojnë punën për prishjen e gjitha objekteve të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit rikualifikimi i hyrjes qytetit dhe bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpërndësuara, të cilat do të filloj puna për prishjen e tyre sot. Ndërkohë, paralelisht, vijojmë aksionin pa ndërprerje për pastrimin e liçenit dhe të shtratit të lumit Gula. Pra, po punohet në 2 fronte njëkohësisht dhe puna do zgjas për disa ditë derisa të largohen të gjitha platformat në liçenin e Shkodrës dhe në lumin Buna. Janë 10 objekte të shpërndësuara dhe besoj se do shkojnë diku te 12-13 objekte. Janë njoftuar, kemi zgjedhur mirëkuptimin e tyre, siç e shihni ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, por çdo gjë vjen normalisht dhe pa asnjë rezistencë, asnjë problematik. Atëherë në bazë projekti është i miratuar dhe në bazë projektit do lirohet të gjithë sheshi i ndërtimit. Pa përjashtim.